Mërgim është shumë interesant, subhanallah. Do më thonë, ne si popull kemi qenë maltretuar, masakruar, kanë ndodhur që ne kanë vrarë fëmijët në djep, edhe kjo nuk është film, nuk është ëndër, kjo është e vërtetë. Në bark madje. Gruaja shqiptare 7 zone ka shku militari serb, ka shku e ka prej, e ka vrarë fëmijët. Tash prej viktimës po dënë me na shëndru në agresor, që nuk është e vërtetë. Si e komenton këtë absurd? Po fatkeqësisht kjo është një mënyrë absurditet edhe pa shpjegueshme. Pa shpjegueshme kjo. Por kur bota fillon me harru dhe dolin probleme të përditshme, gjithmonë e mon mend lajmin e matri, nuk e kujton të vërtetën. Prandaj është shumë e rëndësishme që e vërteta vazhdimisht të komentohet dhe të ballafaqohet me propagandën që bëhet në përbot, por edhe në trojet tona. Sepse po bëhet shumë e zhurmshme, pastaj nuk dëgjohet edhe vërteta. Prandaj vërtetën ndonjëherë është e vështirë me fitu terren, sepse gënjeshtat janë kaq të zhurmshme që është vështirë me sfidu, por besoj që mira të vërtetës është që çdo herë i qëndron historisë, dhe besoj që edhe këtyre gënjeshtave dhe këtyre propagandave do t'i dalë boja. Padyshim. Edhe në këtë drejtim besoj që ne kemi një mision, mas pari si shqiptar, pastaj edhe si përfaqësues të popullit, që të kemi një lloj sensibilizimi, që të mbrojmë këto vlera, sepse pa këto vlera, pa ushtrinë shqiptarë të Kosovës, sigurisht nuk kishim pas mundësinë edhe me fol lirshëm shqip, mu eduku shqip, edhe me pas edhe pozita të deputetit apo të ndonjë pozite tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme të rikujtojmë sidomos gjeneratës së re, sepse nuk është e rastishme liria e tyre apo edhe juna, dhe ne nëse spaku nuk kemi një lloj sensibilizimi, një lloj proteste në mbrojtje të çlimtarëve, atëherë pi hupëm diçka shumë madhore.